shumë Unë atë do të thotë, ata deri tani është dashur të bëjnë akademi të mendimit, akademi të gazetarëve, institute të lloj-llojshme të mendimit të lirë. Ata do të bëjnë institucione që do të edukojnë spaku 10, 20, 50, 100 njerëz. E bëjnë këto dot, e marrin këtë përgjegjësi. Unë nuk kam pa. Unë nuk kam pas një institut ose akademi, domethënë, për prodhim mendimi ose do të thotë gazetarësh privat. Ata njerëz që janë figura kritike nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Po, është e vërtetë se kanë ato pasojat e veta, kanë harxhimet e veta, domethënë është mirë, po këtu del suksesi i jon. Andaj gjithë na që kemi mendime kritike, mendimet tona duhet të shohim me veprime, do të thotë me veprime paralele të asaj që e bën pushteti, që të ofrojmë domethënë alternativë rinjë son. Që rinja jonë mos jetë e detyruar detyrimisht të nështrohet pushtetit për siguruar kafshët e negojës, sepse shpesh herë kësi situata sillen të riton. Edhe normalisht duhet edhe justifikuar ndoshta disa herë kur ai ngelet mes uris edhe një punë mizore, do ta pranojmë një punë mizore sepse është i uritur. Edhe në kësi situata nëse ne intelektualët kritik nuk japim alternativa, atëherë një pjesë përgjegjësisë ngelet edhe jona. Hoxhi i nderuar, të falenderoj për gjitha këto shtjellime, të shoqëruar sigurisht dhe me mesazhe mjaft të vyera për masën, për audiencën që na ka ndjekur, sepse vërtet janë gjëra që thuhen në radhë, piktakohen në mendimin dhe në kumtimin publik të shqetësimeve tona, por që ka një vlerë të jashtëzakonshme. Unë ndihem shumë i satisfaksionuar që nga kjo hapësirë e nektarit dolën mendime kaq të dobishme për mbarvajtjen e shoqërisë tonë. Faleminderit se ju e themi këtë që e themi nga dashuria që kemi për popullin tonë dhe vendin tonë. Ju faleminderit. Nga dashuria e sinqertë që kemi që ky popull dhe ky vend të gjendje shumë më të mirë sa kjo që jemi sot. Pasi diskutim. Ju faleminderit gjithëve që na keni ndjekur dhe besoj të keni mbetur të kënaqur nga këto minuta me Hoxhën e nderuar Bekir Alimi. Bashkë ju takojmë.